Ishte vera e vitit 2019. Kryetari i ASOKOSHëm i PDK-s, Kadri Veseli, kishte kërkuar që Sami Lushtaku ta lëshonte pozitën e kryetarit të Tekës në Skenderaj. Donte ta hiqte qafe përmes justifikimit se Lushtaku kishte akt akuz. Ti lirojnë funksionet me njëherë. Por Lushtaku rezistoi. Aje kishte akuzuar PDK-n se udhëhiqej nga 4-5 persona që sipas tij e mbanin të bllokuar Kosovën dhe që kontrollonin gjithçka në vend. Ishin akuza të rënda. Ishte luftë e ashpër që po ekspozohej në publik. Nëse Zoti Veseli i humbë këtu zgjedhën më nesër, Zoti Veseli duhet me çu rrugë vet. Sidoqoftë, kjo luftë mes Lushtakut dhe PDK-s në vitin 2019 s'mori shumë vëmendje. Pak muaj më vonë do të fitonte Albin Kurti zgjedhjet nacionale. Një vit më vonë, krerët e PDK-s do të shkonin në Hag. Dhe kësaj gjithçka nga kjo luftë do të harrohej. Mirë po, goditja që PDK-ja i kishte bërë Sami Lushtakut në atë kohë serdhi prehiqet. Ishte në kuadër të përpjekjes që kjo parti të reformohej. Të heqte ato figura që vuanin nga perceptimi i keq publik. Dorën zamër dhe i hoqi shumë prej tyre. Kjo përpjekje reformuese e PDK-s vazhdoi me Memli Krasniqin. Prandaj e pam edhe një epizod të ngjashëm me luftën që e nisi ndaj Ramiz Ladrovcit. Si mjek i Partisë Demokratike s'ka blerë. Ai provoi me distancu partinë edhe prej plot figurave tjera që e keq përfaqësonin si Artian Kastrati, Hysem Berisha, Xhavet Haliti e tjerë. Pra, e kishte të qartë se PDK-s i tuhej një frymë tjetër politike. E këtë mund ta shohim në Prishtinë. PDK-ja doli e dyta në garën për kuvendi komunal, para vetëvendosjes. Sidoqoftë, përpjekja Memli Krasniqit dështoi. Prandaj, sot kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Dorëheqja e tij e lë këtë parti në kaos. Kjo sepse nuk ka ndonjë figurë tjetër që gëzon respekt dhe që ka vullnet transformues. Të paktën nuk shihet asnjë i tillë tash për tash në horizont. Është në gjendje Betri Hamza të luftoj Sami Lushtakun siç ishte në gjendje Memli Krasniqi ta luftonte Ramiz Ladrovcin. Prandaj është shumë e mundshme që në PDK të triumfojë charlatanizmi. Dhe kjo e dërgon këtë parti përfundimisht te fati i AK-s. Pra, në një parti rajonale që lufton për kalim të pragut. E vetmja formë që kjo parti me u marrë seriozisht është që me u vazhdu përpjekjen reformatore. Atë përpjekje që kërkon goxha sakrificë, goxha mund, që nuk kupton ndoshta edhe distancim nga Sami Lushtaku dhe të ngjashmit, sepse politika është edhe luftë perceptimesh. Ti je ashtu siç perceptohesh, jo ashtu siç mendon se je. Dhe nëse nuk e kupton një gjë të tillë, ka shumë gjasa të zhdukesh. Tjetër është një faqe që funksionon në baza vullnetare. Mbështet punën tonë duke bërë subscribe kanalit tonë në YouTube.